Të dashur shqiptar, është herë në mëngjes, të gjithë po flen gjumë, ndërsa unë nuk flet dot, sepse kam lexuar në origjinal Titius Livius dhe në librin 44, ku ai flet për fisin i lirë Kavi, emrin e të cilit e kam shpjeguar, vjen nga latinishtja, do thot shpellë. Pra, fjalë për fjalë është një sharje, njerëzit e shpellave. Por fjala Durrënjum është fjalë ilire, është emri i qytetit të ilirëve Kavi dhe vjen nga fjala ilire Durrën, i thon dorës. E përsëris. Kjo është fjalë shqipe. Kjo fjalë, dorë, është gjetur në gjuhën kelte, në gjuhën ilire dhe në dialektet helene. Por helenët nuk e dinë se çfarë është. Kjo fjalë është shpjeguar në fjalorin e Hezykiusit të Aleksandrisë. Ky fjalor në Aleksandri është bërë për fjalët ilire, që grekët nuk i kuptonin. Në greqi kjo quhet gjuha pellazge, ndërsa në iliri quhet gjuha ilire, është e njëjta gjuhë. Kemi të bëjmë me popullin më të madh të antikitetit të dashur shqiptar. Të dashur shqiptar, kemi të bëjmë me një zbulim të frikshëm. Ky është përkthimi në anglisht i fragmentit ku është gjetur pikërisht emri i qytetit i lirë Durrënjum. Ky është në origjinal. Është e pabesueshme. Këtë zbulim unë nuk do e kisha bërë dot kurrë, sikur mos kisha lexuar veprën e Lapianës, që është në fakt emri i arbreshit Marko Lapiana. Ta shikojmë zbulimin e tij madhështor. Të dashur shqiptar, nuk do ishin ringjallur ilirët kurrë, nuk do ishte zbuluar qyteti Durrënjum, qyteti i dorës, në qoftë se Marko Lapiana nuk të kishte bërë për afrinë e kësaj fjale që është gjetur në gjuhën kelte dhe në gjuhën shqipe. Ky zbulim është bërë përpara luftës së dytë botërore. Gjuha shqipe është shpjeguar nga arbreshët të dashur shqiptar, nga Dimitër Kamarda dhe Marko Lapiana. Ju po mësoni sot që Akademia e Shkencave të Shqipërisë është një akademi fantazëm. Të gjitha zbulimet e mëdha i kanë bërë arbreshët dhe ju këtë nuk e dini. Pra, fjala dorë është në gjuhën bretone, është në gjuhën e Welshit dhe aty në gjuhën e Welshit është bërë zhvillimi fonetik i os në y dhe në u. Pra, Durrëno, me kuptimin dorë, ka kaluar edhe në gjuhët slave me kuptimin godas me grusht. Është në gjuhën e Latvias. Kjo fjalë është dhe në gjuhën helene, doron, i thon pikërisht hapësirës së dorës. Kjo është shpjeguar në fjalorin e Hezykiusit të Aleksandrisë, që është fjalor i fjalëve ilire që turbo-albanët i quajnë pellazge. Por ta quash pellazge është gabim sepse ke parasysh vetëm Greqinë, ndërsa kur thua iliri, ke parasysh Kroacinë, Shqipërinë, por edhe një pjesë të Greqisë. Pra, fjala ilir është më e përgjithshme se fjala pellazg. Ilirët janë kombi më i madh i antikitetit të dashur shqiptar. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Ky zbulim është një zbulim epokal. Pra sot janë ringjallur ilirët, sot kemi zbuluar qytetin e grushtit ose qytetin e dorës, fjalë për fjalë. A nuk është kjo madhështore? Por edhe një herë, pa Lapianon, ky zbulim do ishte i pamundur. Të dashur shqiptar, Lapiana vdiq në Hares. Askush nuk e di në Shqipëri kush është Lapiana. Emri i tij është përkthim në italisht i fjalës hora, që i thon fshatit, në gjuhën arbreshe, por edhe në greqisht. Pra hora e arbreshve është përkthyer në Lapiana. Ky është mbiemri i arbreshit Marko Lapiana.
Arbreshët e kanë ruajtur gjuhën e tyre, arbreshët kanë shpjeguar fjalët e ilirishtes dhe të shqipes. E gjithë puna e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë është bërë që të sabotoj punën e arbreshëve. Dhe në veprën e Çabeit, ky quhet italian, La Piana. Ndërkohë që emri i tij është përkthyer në italisht, Hora e arbreshëve. Emri i tij është Marko. Është shqiptar, flet shqip. Ai ka zbuluar që fjala dorë gjendet tek gjuhët kelte, tek gjuha shqipe, edhe në disa dialekte në Hellat që quhen dialekte pellazke. Ky arbresh, ky gjigant. Dhe puna e tij do kishte mbetur komplet e harruar, nëse unë nuk do e kisha lexuar veprën e Titius Livius në origjinal. Si filloi kjo histori? Në vitin 2004 unë botoj fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Por të gjithë e panë me mosbesim. E botoj falas në internet. Të gjithë nuk e pranuan. Është dhe sot falas në internet, mund ta gjeni. Këtë fjalor unë botova përpara se sa të ekzistonte Wikipedia, përpara se sa të dilnin rrjetet sociale. E kam botuar në serverat falas të ngritura në Kalifornia. Të dashur shqiptar, falas, çdo gjë. E kam ribotuar në vitin 2025 në Akademia Edu. E kanë lexuar atje të paktën 19.000 gjuhëtar. Vetëm në Shqipëri nuk po pranohet. Pikërisht pra. Prandaj kam regjistruar këto filma me nxitim që të ndihmoj shqiptarët. Domethënë, mua më është bërë një inkuzicion në Shqipëri, i cili vazhdon edhe sot e kësaj dite. E përsëris, inkuzicion nga turbo-albanët. Unë nuk kthehem dot në Shqipëri. Unë nuk e marr dot telefonin nga turbo-albanët. Ata janë armiqt më të mëdhenj të gjuhës shqipe. Monosilabikët, njëqelizorët, amebat të gjuhës shqipe, bakteriet, sëmundja e gjuhës shqipe. Pra durnjum është me 3 rokje dhe vjen nga fjala dorë e shqipes. E gjetur edhe në gjuhët kelte. Zbulim madhështor. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Pra, Shqipëria është një vend ku nuk është ngritur akoma asnjë incenerator për përpunimin e mjaltit. Dhe unë kërkoj t'ju mësoj shqiptarve për gjuhën ilire dhe për qytetet ilire. Ky është shekulli i 21 të dashur shqiptar. Kaq poshtë keni rënë ju të gjithë, me turbo-albanët, me njëqelizorët, me sëmundjen e gjuhës shqipe. Mirupafshim në filmat të tjerë shkencor.